Para se të shpërthente lufta e parë botërore, në Ballkan veç se kishte luftë, jo me ushtri të rregullta, por me banda. Në Kosovë dhe Manastir, grupe të armatosura serbe, greke, bullgare dhe shqiptare përplaseshin pothuajse çdo ditë për territor, ndikim dhe kontroll. Fshatra të djegura, përplasje të përgjakshme, sulme ndaj civilëve dhe një rajon që po përgatitej për shpërthimin e madh. Në këtë realitet e errët, Perandoria Osmane përpiqej të mbante nën kontroll një territor që po i rreshqiste nga duart, ndërsa fuqitë e mëdha shikonin, heshnin ose ndërhynin sipas interesave të tyre. Kush i kontrollonte këto banda? A ishin ata thjesht luftëtar apo vegla të shteteve? Në këtë përballje, një rol të veçantë luanin qetat, formacionet e armatosura, shpesh të organizuara mirë, që vepronin në terren si forca goditëse. Disa vepronin në emër të çlirimit dhe mbrojtjes, të tjera si zgjatimi politikave shtetërore për zgjerim. Po në praktik, kufiri mes luftës dhe dhunës ndaj civilëve shpesh zhdukej. Fjala shtetër edhe prej fjalës turke qet, që kuptimi i parë i saj është band ose grupe guerile të armatosura. Ky term më herët në Perandorinë Osmane është përdorur dhe si termi eshkija që ka pas fjalën për bandat, por më vonë prej grupeve të vëmëros, grupeve greke dhe serbe është përdorur dhe fjala qet, që rrjedh edhe fjala qetnik. Fillimisht këto qeta janë kriju po filloi prej vëmëros, që është organizata e parë që ka formuar qeta vilajetin e Kosovës edhe të Manastirit. Ajo fillimisht nuk ka indikacione që është themelu prej shtetit bullgar ose prej një shteti tjetër, por megjithatë edhe qetat greke, edhe ato bullgare, edhe serbe janë të financuar prej shteteve ballkanike. Për shembull, qetat serbe fillimisht janë kriju në Vranjë, Komiteti i Vranjës, megjithatë urdhnat Zhivjan Rafaelović, që ka qenë udhëheci i qetave serbe, ka qenë oficer i kufirit, ai për dërgimin e qetave në vilajetin e Kosovës, urdhnat i ka marrë prej Ministrisë së Punëve të Jashtme të Serbisë. Edhe shihet që ka financuar edhe kuvendi i mbretërisë serbe edhe qeveria serbe. Formimi i bandave serbe, greke dhe bullgare në fund të shekullit 19 dhe në fillim të shekullit 20 nuk ishte rastësor, ishte produkt i një konteksti historik shumë të tensionuar në Ballkan. Perandoria Osmane, dikur fuqia dominuese e rajonit, po përballej me dobësim të thellë institucional dhe humbje të kontrollit në territoret periferike. Në shumë zona, pushteti qendror ishte i brisht, ndërsa rendi dhe siguria po shpërbëheshin gradualisht. Në këtë vakum pushteti u fuqizuan nacionalizmat ballkanike. Serbia, Greqia dhe Bullgaria nisën të projektonin zgjerimin e tyre territorial, duke pretenduar zona ku popullsia ishte e përzier dhe ku fijt ende të papërcaktuar qartë. Kosova dhe vilajeti i Manastirit u shndruan në hapësira kyçe të këtij rivaliteti. Pas Kongresit Berlinit, Bullgaria ka pas interes që të zgjerohet dhe të zgjerohet në kufit e traktatit Shen Stefanit, dhe interesi i saj ajo pastaj ka filluar dhe të financoj bandat bullgare, se para vëmëros është themeluar edhe Komiteti Suprem në Bullgari, që ka qenë themeluar në Sofje, iniciuar prej shtetit bullgar. Kjo është konteksti, pastaj evoluojnë rrethanat politike dhe pas kryengritjes së Lindenit, që është zhvilluar në vilajetin e Manastirit në vitin 1903, kanë filluar të dalin edhe bandat greke dhe ato serbe. Pikërisht me qëllimin që me stopu ndikimin e bullgarëve në rajon. Bandat bullgare, të njohura shpesh si qetat komite të lidhura me organizatat revolucionare bullgare, në fund të shekullit 19 dhe në fillim të shekullit 20, kishin një shtrirje të qartë gjeografike dhe strategjike në territorin e vilajeteve osmane në Maqedoni dhe Kosovë. Në hapësinat kufitare me Bullgarin ka pas edhe në vilajetin e Kosovës, sidomos ka pas një prani të madhe të bullgarëve, sidomos në Kriva Palank, në Kratov,
në Shtep, në Velesh, ka pas një pranit madhe të bulgarëve, të popullsisë bulgare, po edhe në vilajetin e manastirit, si në Kosor, në manastir, ka pas pranit madhe të bulgarëve. Edhe pse sot ata quhen Maqedonas, por megjithatë në dokumentet osmane, po edhe në dokumentet e tjera, ata gjithherë figurojnë si bulgarë. Edhe pse ka ndaj vend ku përdoren si Maqedonas, po kjo nuk ka ndaj farë kuptimi, megjithatë ata janë konsideruar si bulgarë, sidomos pas themelimit të egzarkatit bulgar, këta gjithherë janë quajtur bulgarë. Dhe nuk mundesh me gjetë, ndoshta në dokument rall ose në gazetë që quhen Maqedonas. Po në konteksti kur përmenden si Maqedonas, është për shkak sikur neve që na quajnë kosovar, po realisht shumica e popullsisë nin veten shqiptar në Kosovë. Mujna mi bo një lloj krahasimi. Këto organizata, për shembull Vëmëroja, ka pas një numër të madh të qetave që kanë vepruar në manastir, kanë vepruar në rrethinën e Shkupit, në dy vilajetet, kanë vepruar edhe në rajonin e Selanikut. Domethënë ka pas qindra qeta që kanë vepruar në rajone të caktuara edhe kanë qenë jashtëzakonisht të organizuar. Madje ato kanë marrë edhe taksa prej banorëve vendas, kanë pas edhe një lloj gjykatave tyre dhe shpesh herë edhe letërkëmbimit i kanë pas aq mirë të kodume, sa shpesh herë edhe historianë kanë probleme edhe sot që mi kodu ato letra siç ka dashur për më mbrojt prej perandorisë osmane. Dalim pas kryengritjes të Lindenit, siç e thash edhe më herët, për me zvoglu ndikimin e bulgarëve në rajon. Që është më rëndësi është se këto qeta, si serbe, si greke, po edhe bulgare, shumë pak përmendet për historiografisë, qoftë evropiane, qoftë balkanike, për krimet e tyre. Ka raste për historianë ndryshëm dhe antropologë ndryshëm si Keith Brown e tjerë që përmendin krimet, po jo në mënyrë detajume. Shihet për shembull në vilajetin e manastirit bandat greke ka pas raste kur kanë kryer krime jashtëzakonisht të mëdha. Për shembull, kanë ndjek fshatna tona për mu kthy prej egzarkatit në patriarkat, me qëllim asimilimin e popujve ndryshëm, për shembull, përmes patriarkatit kanë tentuar që ata të njihen si grek, ose përmes egzarkatit të njihen si bulgar, që shpesh herë, sidomos në pjesën e vilajetit manastirit, edhe popullsia shqiptare që ka qenë në ato hapësira, sidomos ku janë takuar bulgarët dhe greket dhe shqiptarët, ato shpesher është tentuar që përmes fesë t'i kthejnë qoftë në bulgar, qoftë në grek. Më së shumti e ka pësu popullsia vllejhe, e cila ka qenë shumë e pranishme në vilajetin e manastirit, sidomos në manastir, në Kostor, në Follorin edhe pjesë tjera, ku shpesher e popullsia është detyruar që të mbajë anën. Për shembull, një fshat ka pas raste kur është kërcënu, nëse nuk kthehet për shembull prej egzarkatit në patrikan, atëherë ai fshat është djeg, banorët e saj janë masakruar. A ka dokumente që tregojnë se këto banda nuk ishin thjesht grupe lokale, por struktura të financuara dhe të drejtuara nga vetë shtetet ballkanike, si Bullgaria, Serbia dhe Greqia? Jo, kjo është dokumentuar jo vetëm prej meje, po edhe prej historiografisë të mëhershme, sidomos ballkanike, po edhe shqiptare në raste të caktuara. Shumica e këtyre bandave kanë qenë të organizuar, për shembull, konsulata në manastir greke ose në Selanik. Oteste e këtyre grupeve bandave i kanë marrur në direkt prej konsulate. Edhe janë kanë të theshtura prej oficerëve grek, për shembull në rajonin e manastirit. Ato bandat greke nuk kanë vepruar në rajonin e Kosovës, ndërsa ato serbe po kanë vepruar direkt kanë qenë edhe të rënuar edhe të financuar prej shtetit serb, edhe një pjesë e tyre janë kanë edhe oficerë të ushtrisë serbe që kanë marrë pjesë në udhëheqjen e tyre, edhe ato për shembull
e ki Vasilije Tërbeqi, i cili nuk është oficer, po ka qenë udhëheqës i bandave. Ai për shembull ka qenë morgën e malin atos, dhe për shkak të vrasjeve që dyshohet disa morgjëve grek, ai është larguar dhe është kthyer në Maqedoni dhe ka vazhduar udhëheqjen në një bande. Për shembull, Tanko Sesic ka qenë edhe themeluesi i organizatës terroriste Bashkimu së Vdekje, ka qenë oficer i ushtrisë serbe, ai ka kryer krime në vilajetin e Kosovës, sidomos në fshatrat bullgare. Qëllimi i tyre ka qenë që këto fshatrat konsideroheshin fshatra serbe, me synimin që me vonë t'i pushtonte ushtria serbe. Ndërsa gjatë luftrave ballkanike, ai ka marrë pjesë në operacionet të ushtrisë serbe dhe ka vepruar së bashku me ushtrinë serbe. Që është me interes të përmendet, është në grupin e tij prej 504 vetave që i ka pas, në mesin e tyre ka pas edhe shqiptar musliman, edhe bosnjak musliman të Bosnjës. Si mercenar, nuk do të thotë që ata kanë përfaqësuar bosnjak ose shqiptar, por megjithatë do të përmendur që ka pas edhe mercenar këto formacione qetnike. Cili ishte roli i qetave shqiptare në vilajetin e Kosovës dhe Manastirit në fund të shekullit XIX dhe në fillim të shekullit XX? Si u organizuan qetat shqiptare dhe a kishin ato një strukturë të ngjajshme me bandat serbe, greke dhe bullgare? Qetat shqiptare ki edhe më herët, po qetat shqiptare që kanë vedije kombëtare kanë vepruar kryesisht në vilajetin e Manastirit, po ka pasur raste edhe në vilajetin e Kosovës. Në vilajetin e Manastirit ato qetat që kanë pas karakter kombëtar janë ajo e formuar nga Bajo Topulli, Çerçes Topulli, Mihail Grameno ma vonë. Këto kanë vepruar kryesisht në vilajetin e Manastirit, por që është me interes të përmendet është se këto qeta nuk kanë kryer krime sikur se që kanë bërë krime bandat greke, serbe ose bullgare. Ato unë për vete nuk kam gjetë asnjë shënim që këto qeta kanë kryer krime qoftë mbi civil me qëllim që të kalonin një fej tjetër ose të konsideroheshin shqiptar ose diçka. Nuk është asnjë dhënë që ato kanë djegë një fshat, kanë vrarë gra, fëmijë, pleq, qysh kanë bërë qetat bullgare, greke dhe serbe. Po mund të flasim që kanë të përbashkëta. Për shembull, qetat shqiptare kanë të përbashkëta se një farë mënyre janë një lloj kopje, sikur që janë edhe ato serbe dhe greke me vëmëron, kanë ngjajshmëri mjaft madhe edhe këto qeta me qetat e vëmëros. Këto qeta shqiptare, sidomos kjo e Çerçes Topullit, kanë pas dhe bashkëpunim me qetat bullgare. Madje ka dokumente që Çerçes Topulli u bën thirrje popullsisë shqiptare muslimane në të atyre rajoneve që mos t'i denoncojnë qetat bullgare të autoritetet osmane për shkak se armiqtë e përbashkët, edhe të qetave shqiptare, edhe bullgare në rajonin e Manastirit kanë qenë ato greke, të cilat kanë bashkëpunuar edhe me autoritetet osmane. Për shembull, qetat greke kanë bashkëpunuar edhe me autoritetet osmane, që ka dhëna të mjaftueshme që e vërteton këtë që kanë bashkëpunuar me këto qeta, me arsyetimin për me luftu qetat bullgare. Se jo që ka pas qëllim perandoria osmane të përkra grupe tilla tërmatosura se interesi saj ka qenë mbajtja e rendit, por për dobësimin e vëmëros, e cila ka qenë mjaft e fuqishme, interesi i perandorisë osmane u kanë që ajo dobësohej dhe ka raste kur ka bashkëpunuar edhe me udhëheqës me metropolit grek, që janë kanë koordinues edhe themelues të qetave greke. Në këtë përplasje të vazhdueshme, edhe popullsia e krishterë u gjend shpesh në qendër të presioneve dhe konflikteve. Në disa zona, komunitetet lokale përballeshin me kërkesa për bindje, ndikim politik dhe kontroll mbi institucionet fetare, veçanërisht kishat dhe rrjetet arsimore. Sidomos gjatë zhvillimit luftrave ballkanike,
Edhe më herët ka pas vrasje, po ato janë kanë shumë të vogla, kryesisht bandat greke, bullgare dhe serbe, krimet i kanë bërë mbi popullatën e krishterë, që janë ortodoks, me arsyetimin që të kalonin prej një kishe tjetër, për arsye se popullsia në perandorinë osmane është klasifikuar sipas miletit dhe për të realizuar për shembull asimilimin e tyre, interesi tyre ka qenë që bullgarët të kalonin në patrikantë të cilët pastaj do të konsideroheshin grek. Kjo ka qenë arsye. Ndërsa popullsia shqiptare më së shumti ka pësuar gjatë luftave ballkanike, sidomos prej bandave greke dhe serbe. Për shembull, në vilajetin e manastirit Vasilije Tërbiç janë 2 fshatra në rrethin e Kërçovës, janë vrarë rreth 177 shqiptar, me arsyetimin se ata se kanë vrarë një ushtar serb dhe këto 2 fshatra janë shkatruar plotësisht, ku urnat kanë marrë direkt prej komandës qendrore të ushtrisë serbe. Se shka një kombinim, ato una që ushtruam, sidomos lufta ballkanike, shka një kombinim mes ushtrisë rregullt dhe të pa rregullt. Që në arenën ndërkombëtare shfaqet që këto krijime i kanë kry njësitë qetnike, pra paramilitare dhe jo ushtria serbe. Bile dhe në parlamentin britanik ka pas debatet shumëta për krimet e zhvilluar e bame në këtë periudhë. Dhe më së shumti e ka pësuar popullsia muslimane dhe hebraike. Sidomos ajo hebraike në Selanik, popullsia muslimane që ka qenë në vilajetin e manastirit edhe të Kosovës, po edhe të Selanikut, ku supozohet sipas historiografisë turke numri i të vrarëve është më shumë se 500 milioni dhe i shpërngulëve që mund të thuhet që është më shumë se 200.000. Do më thonë, më shumë, parafërsisht 1/3 e popullsisë muslimane është zhdukur në atë periudhë. Në teren, këto grupe shoqëruan me përplasjet e përgjekshme, sulme ndaj fshatrave dhe një realitet të dhunshëm që la pasojë të thella në popullsinë lokale. Por historia e tyre nuk përfundon aty. Në vendet e tyre të origjinës, shumë nga figurat e këtyre formacioneve nuk kujtohen si banda, por si shërimtar dhe heronj kombëtar. Kështu, e njëjta figurë historike merr 2 fytyra të ndryshme, në një hapësirë shihet si pjesë e dhunës dhe konfliktit, ndërsa në një tjetër si simbol i rezistencës. Në rajonin e Ballkanit, po dhe historianë tjerë që kanë, shumica e këtyre udhëhecëve të qetave të bandave janë herojë edhe të vendeve të ndryshme. Madje ki qytetin Bullgari që kanë emrin Sandanski, i cili edhe në shtypin britanik, po edhe prej donave tjera, është edhe pjesë, për shembull Dolçevi, Pitogulli janë pjesë e himnit të Maqedonisë. Për shembull Sandanski supozohet që ka vrarë me dorën e tij rreth 300 civil, njerëz të ndryshëm. Madje ka dana që edhe një familje në vilajetin e Selanikut është djegë prej tij. Ndërsa në një xhami në rrethin e Seresit, gjatë luftave ballkanike, ku kanë qenë në grave të mira rreth 5.000 veta, supozohet që janë vrarë me urdhën dhërti. Po këto qeta nuk kanë vepruar jashtë komandës të ushtrive ballkanike. Këto do të një cek. Për shembull, qetnik kanë vrarë në mënyrë masive në rajonin e Shkupit, të Ferizajt, Prizrenit, të Mitrovicës, gjatë këtyre luftave. Dhe janë kanë, për shembull, urnat i kanë marrë prej Radomir Putnikut. Ose, për shembull, e kena rastin tjetër, ka pas edhe profesor universitar që kanë bashkëpunu në udhëhecë të këtyre bandave. Për shembull, Tanko Siçi që është një prej themeluesve të organizatës Bashkimi ose vdekje. Ka pas kontakte për shembull edhe me Vladimir Didjerin, i cili ka qenë asistenti Jovan Cvijićit, i cili ka pas mik edhe Gavrilov Principin që ka bërë atentatin e Sarajevës.
Cili ishte reagimi i perandorisë osmane ndaj veprimtarisë së bandave serbe, greke dhe bullgare në vilajetin e Kosovës dhe të manastirit, dhe sa efektive ishte ajo në kontrollin e situatës në terren. Po ashtu si e trajtonin dhe vlerësonin këtë situatë fuqitë e mëdha. Ka pas përplasje ushtria osmane në vazhdimsi ka kriju formacione të caktuara për luftimin e bandave bullgare, po dhe aty në serbe edhe greke. Shpesh herë ka pas numër të madh të ushtarëve osman që janë vrarë gjatë këtyre luftimeve. Shpesh herë për shkak të vrasjeve që ka pas një numër i madh ku supozohet prej 8.000 deri në 10.000 civil që janë vrarë në periudhën 1904-1908. Shpesh herë edhe fuqitë mëdha kanë reaguar, sidomos Britania e Madhe, po shpesh herë ato janë kundërlidhur edhe me interesat e tyre, sidomos me reformat në Maqedoni, shtrimin e ndikimit tyre, për shembull Britania e Madhe në vitin 1907 bën kërkesë që t'ju bëhet një ultimatum edhe Athinës, edhe Sofis, edhe Beogradit, që nëse nuk ndalet veprimtaria e këtyre bandave, atëherë do të veprojnë edhe fuqitë e mëdha karshi tyne. Po ka raste kur edhe fuqitë e mëdha i kanë shel sytë përballë këtyne për shkak të interesave të ndryshme edhe shteteve ballkanike, po dhe këtyne që kanë pas ndërlidhur mes vete. A raportoheshin krimet dhe veprimtaria e bandave serbe, greke dhe bullgare në vilajetin e Kosovës dhe manastirit nga shtypi shqiptar i kohës dhe ai ndërkombëtar. Ka mjaft të dhëna në shtypin shqiptar për krimet, sidomos për krimet e bandave bullgare, greke në vilajetin e manastirit. Për shembull, shtypi shqiptar i bën një hon shumë të madhe edhe vrasjes e Papa Kriston e Govanit, i cili ka qenë pref dhe mësues i cili hap edhe një shkollë shqipe. Për këtë arsye, mitropoliti grek i manastirit i Kosturit jep urdhën për vrasjen e tij. Për shkak të përhapjes të kulturës dhe arsimit shqip në vilajetin e manastirit. Dhe që është më rëndësi është shtypi ndërkombëtar i ka bërë shumë një honë, sidomos ai britanik, Reuters i ka mjaft dhëna për krimet e bandave dhe greke dhe bullgare dhe tjera. Për shembull, shtypi britanik raporton vazhdimsi për krimet edhe gjatë luftrave ballkanike, edhe pas kryengritjes së Ilindenit, edhe gjatë kryengritjes së Ilindenit. Për shembull, është një ngjarje shumë interesante gjatë kryengritjes së Ilindenit, ku shpesh herë edhe shtypi britanik, po edhe historiografia perëndimore përmend një numër të madh dhunimeve që janë bë dhe shpesh herë akuzohen dhe shqiptarët për ato dhunime. Po një raport i Associated Press në vitin i tetorit vitit 1903 e shpjegon detaje për arsye se shkon interviston kryetarin e Krushevës, përveç kryetarit të Krushevës, edhe të gjithë priftërinë që janë kanë Krushev, çdo komuniteti, edhe të komunitetit bullgar, edhe komunitetit vëlle e grek që janë kanë dhe në përfundim të raportit vihen në përfundim që ato janë kanë veç 2 dhunime, njëri është kry prej bandave bullgare, kryengrecëve bullgar, dhe tjetri është i supozum që ka mujt kryhet prej ushtrisë osmane, po dhe ai nuk është krejt i verifikuar se a ka qenë dhunimi. Për shembull, edhe të viktimas shpesh herë numri është rrit, sidomos në Krushev, por megjithatë ky raport është raport i detajum që tregon se një pjesë madhe të krimeve i kanë bërë vetë kryengrecët dhe jo perandoria osmane. Ose ata radeft që akuzohen shpesh herë që kanë qenë prej Gjilani dhe Presheve. Për një arsye se ushtria osmane shpesh herë edhe për shkak të kulturës nuk i ka prek sidomos gratë, për arsye se Islami nuk lejon që gratë të preken. Për shembull, në vëmëroja shpesh herë edhe korrespondencat, edhe armët i kanë bajt gratë, për arsye se perandoria osmane nuk i ka kontrollu gratë dhe priftërinë. Sa i përket qetave shqiptare, nuk mund të thuhet se ato kishin gjithmonë një karakter të unifikuar kombëtar.
Në shumë raste, veprimtaria e tyre lidhej jo vetëm me idenë e rezistencës apo mbrojtjes së popullsisë shqiptare, por edhe me rrethana lokale, krahinore apo interesa të ngushta të grupeve të caktuara. Ka pas edhe qeta që kanë pas karakter kombëtar, ka pas edhe qeta që s'kan pas karakter kombëtar. Për shembull, ka pas edhe qeta që, sidomos këtu në rrethinën e Gollakut dhe të Llapit, janë kanë me gjast të organizuar për i vetë perandorisë osmane për ruajtjen e kufirit. Për shembull, është Adem Sekiraqa, i cili ka vepruar këto afër që është kufiri, edhe sot që është kufiri mes Kosovës dhe Serbisë, ai me gjasë ka qenë i organizuar prej vetë perandorisë osmane. Për shembull, tani ki një qetë tjetër që ka vepruar në vilajetin e Manastirit, e cila nuk ka pas karakter kombëtar, për shembull, qeta e Shahin Matrakut në vitin në fund shekullit 19, e merr peng një prej rinjindasve shqiptar, Gjerasim Qiriazin, cilën e mban peng për 6 muaj, dhe sjelljet ndaj tij janë, më të themi, njerëzore, ku është abuzu, është ushqyer keq, është rrahur vazhdimisht dhe është liruar pas 6 muajve pas një pagese që është bërë prej miqve të tij, sidomos shoqërisë biblike britanike, i cili Gjerasim Qiriazi ka vepruar në atë shoqëri, dhe ai lirohet pas 6 muajve. Sidomos edhe Alexander Thompson, i cili ka qenë pjesë e kësaj shoqërie, thotë për shkak të vujtjeve të mëdha shëndeti i tij asnjëherë nuk është permisu, me qenë se ka vdekur prej tuberkulozit 10 vite me vonë pas kindapimit. Për shembull, ka edhe këto raste. Ka edhe raste, për shembull, të bandave shqiptare që kanë vjedh bakti tjera, madje ke një qetë që ka vepruar në rajonin e Vushtrës dhe të Mitrovicës, e cila nuk ka pas as qëllime kombëtare, as politike, as fetare. Për shembull, i ka kërku të holla konsullit Ros në Mitrovicë, ju ka kërku të holla fshatarëve serb, ju ka kërku të holla edhe qytetarëve shqiptarë të Vushtrës. Kështu që ki një lloj qetash, për shembull, ki edhe qeta serbe që nuk kanë pas as qëllime politike. Për shembull, në fund të shekullit 19, ki disa qeta serbe që hinë dhe grabisin popullsinë shqiptare në rajonin e Gollakut. Dhe shpeshherë serbët, sidomos politika serbe, bën presion se këndse për zullumet shqiptare, për krimet e bandave shqiptare. Në realitet, pas krimeve të komisioneve, vërtetohet se nuk janë vërteta supozimet serbe që thuhet për grabitjet e shqiptarëve ndaj popullatës serbe. Edhe pse ka raste të caktuara, siç e përmenda këtë qetë ose qeta tjera, por megjithatë shpeshherë kanë qenë zmadhume. A mund të thuhet se qetat serbe kanë ruajtur një lloj manuali të ngjajshëm të luftimit dhe të veprimit në terren për një periudhë të gjatë historike, dhe a ka vazhdimsi mes metodave të përdorura në fund të shekullit 19 dhe atyre që u pan më vonë, përfshirë edhe konfliktet e shekullit 20 në Kosovë? Mendoj që nuk kanë për një shekull, për shembull, mes dy luftrave kanë vepruar, si qetnik kanë vepruar, sidomos gjatë luftës së dytë botërore, po në këtë mënyrë. Po nëse marrëm një krahasim, është për shembull banda Radojqiqit, e cila në manastirin e Banjskës, e cila sulmon në vitin 2023, ka shumë ngjashmëri me këto qetat e fillim shekullit 20. Për shembull, qetat serbe, për shembull, shpeshherë janë strehu, edhe në këtë periudhë janë strehuar në manastire. Po edhe në këtë rast prap strehohen në manastire. Pra kanë lidhshmëri. Forma, për shembull, e grupit të Radojqiqit, për shembull, edhe e Tankoqiqit në fillim të shekullit 20, është e njëjta. Për arsye se edhe politikanë serb, sikur që unë besoj që kjo është organizuar prej shtetit serb, edhe ato qeta kanë qenë prej shtetit serb.
si që thash më herët edhe Jovan Cvijici, për shembull, thotë që çështja serbe do të mos zgjedhë vetëm përmes dhunës. Asistenti i tij ka pas bashkëpunim edhe me Gavrilo Principin dhe ka qenë shok i afërt me të. Edhe për shembull edhe me Apisin ka pas marrëdhënie shumë të afërta dhe kanë bashkëpunuar shpesh herë Didieri me Apisin. Domethënë edhe rekrutimi edhe Gavrilo Principi në Serbi, për shembull, ka marrë urnat dhe përgatitjen për vrasjen e Franz Ferdinandit. Pra janë hallka të lidhuna, për shembull, edhe politika, edhe profesorët universitar, edhe ushtarak, gjithë janë promovues të qetave dhe banditizmit dhe terrorizmit, edhe në vilajetin e Kosovës, po dhe pjesë tjera të Ballkanit, si në Bosnjë dhe Maqedonia e Kosovë. Fundi i shekullit XIX dhe fillimi i shekullit XX sollën një përplasje të madhe interesash, forcash dhe projektesh politike në vilajetin e Kosovës dhe Manastirit. Në një hapësirë ku shteti Osman po e humbte gradualisht kontrollin, tereni u mbosh me grupe të armatosura dhe qeta të ndryshme që vepronin në funksionim të qëllimeve të ndryshme politike dhe kombëtare. Kjo periudhë tregoi se historia e Ballkanit nuk u përcaktua vetëm nga vendimet diplomatike, por edhe nga zhvillimet në terren.